Ka momente në Big Brother Kosova që nuk kanë nevojë për zëra të lartë, debate apo akuza. Ka momente kur gjithçka ndalet dhe mbetet vetëm një njeri përballë ndjenjës së vet, momentin kur Alba, me lot në sy, flet me Arditin dhe thot me zë të dridhur kam frikë ta humb limin. Është pikërisht një nga ato çaste ku loja zhduket dhe mbetet vetëm e vërteta emocionale. Këto nuk janë lot për kamerën. Janë lot që dalin kur njeriu nuk ka më energji të mbajë maskën e qetësisë. Alba përballë vetes, jo publikut. Deri në këtë moment, Alba është parë shpesh si e fortë, e përmbajtur, realiste. Ajo vetë ka thënë, unë jam realiste. Por realizmi nuk përjashton frikën. Përkundrazi, realizmi shpesh e bën frikën më të qartë, sepse njeriu e kupton se çfarë mund të humbas. Kur Alba flet me Arditin, ajo nuk po kërkon zgjidhje. Ajo po kërkon hapësirë për të qenë e dobët. Arditi nuk është gjykatës, nuk është pjesë e konfliktit, ai është thjesht dëgjues. Dhe ndonjëherë, kjo është e vetmja gjë që i duhet një njeriu, lotët si gjuhë së pathënës. Alba nuk qanë sepse dikush i ka bërë diçka konkrete. Ajo qanë sepse po jeton në pasiguri. Pasiguria është më e dhimbshme se humbja vetë, sepse nuk ka formë, nuk ka fund, nuk ka përgjigje. Frika për ta humbur limin nuk vjen nga një veprim i vetëm, por nga akumulimi i situatave, paqartësitë, distancat emocionale, zërat e jashtëm, akuzat për skenar, presioni i lojës. Lotët e Albës janë reagim ndaj gjithë kësaj peshe. Kam frikë ta humb limin. Fjalia që rrezon mbrojtjen, kjo fjali është e thjeshtë, por e rëndë. Sepse ajo bie ndesh me gjithçka që Alba ka thënë më parë, se nuk do të ndërhyj, se nuk kërkon ndarje, se nuk pret veprime për shkakun e saj. Këtu del e vërteta njerëzore. Mund të jesh racional, por nuk mund ta kontrollosh gjithmonë frikën. Alba nuk po kërkon ta mbajë limin me forcë. Ajo thjesht ka frikë se po e humb, pa e kuptuar si dhe pse. Arditi si pasqyrë e qetë, roli i Arditit në këtë moment është i heshtur, por thelbësor. Ai nuk e ushqen dramën, nuk i shton frikën. Ai është aty për të dëgjuar. Dhe dëgjimi, kur dikush qanë, është akt respekti. Në praninë e tij, Alba nuk ka nevojë të jetë e fortë. Ajo mund të thotë atë që nuk e ka thënë askujt tjetër. Sepse ndonjëherë frika nuk kërkon zgjidhje, kërkon pranim. Frika e humbjes si pasojë e mosqartësisë. Alba nuk thot po e humbas. Ajo thot kam frikë ta humb. Kjo tregon se gjithçka është ende në ajër. Asgjë nuk është mbyllur, por asgjë nuk është e sigurt. Në Big Brother, kjo gjendje është torturuese. Sepse çdo veprim analizohet, çdo heshtje interpretohet, çdo afrim krahasohet. Dhe Alba e ndjen këtë presion më shumë se sa tregon. Konflikti mes realizmit dhe ndjenjës. Alba e di se nuk mund të kontrollojë vendimet e limin. Ajo e di se nuk duhet të kërkojë. Ajo e di se nuk duhet të ndërhyjë. Por ndjenja nuk pyet çfarë duhet. Këtu qëndron konflikti i saj i brendshëm. Të jesh realiste, por të ndjesh fort. Ky konflikt nuk ka zgjidhje të shpejtë. Ka vetëm durim dhe kohë. Lotët nuk janë dobësi. Në një ambient ku forca shpesh keq kuptohet si mungesë ndjenje, lotët e Albës janë akt guximi. Sepse ajo nuk po qanë për të fituar simpati. Ajo po qanë sepse po mban brenda diçka që nuk po gjen rrugë tjetër për të dalë. Lotët janë momenti kur Alba ndalon së qenë personazh dhe bëhet thjesht njeri. Publiku përballë një momenti të vërtetë. Për publikun, ky moment është i vështirë për t'u gjykuar. Nuk ka të drejtë të gabuar. Ka vetëm një njeri që ka frikë të humbas diçka që i ka rëndësi, dhe kjo frikë është universale. Çdo kush e ka ndier në një formë apo tjetër. Prandaj ky moment prek më thellë se çdo debat. Alba dhe e panjohura e nesërmes, ajo që e bën këtë moment edhe më të fortë është fakti se Alba nuk e di çfarë do të ndodhë. Ajo nuk e di nëse frika e saj do të realizohet apo jo. Dhe kjo e panjohur e bën dhimbjen më të madhe, sepse njeriu mund ta përballojë humbjen, por e ka shumë më të vështirë të përballojë pritjen e saj. Përfundim, frika që nuk kërkon zgjidhje, por mirëkuptim. Kur Alba, me lot në sy, i thot Arditit kam frikë ta humb limin, ajo nuk po kërkon përgjigje. Ajo po thot një të vërtetë që i dhem. Një të vërtetë që nuk zbukurohet, nuk justifikohet dhe nuk fshihet pas strategjisë. Në atë moment, Big Brother nuk është lojë. Është hapësirë ku një njeri përballet me ndjenjen më njerëzore nga të gjitha, frikën e humbjes së dikujt që ka rëndësi, dhe ndoshta, pikërisht aty, në atë lot që bie pa zhurmë, qëndron momenti më i sinqertë i gjithë historisë.